Kemi rikthyer, Irani ka paraqitur një propozim me 10 pika për t'i dhënë fund luftës me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin. Plani u bë i njohur nga Pakistani, i cili ka vepruar si ndërmjetës kryesor në konflikt, por duket se nuk kishte gjasa të zgjidhte çështje të mëdha përpara afatit presidentit Trump të martës në mbrëmje për sulme të reja ndaj Iranit. Dy zyrtarë të lartë iranian, duke folur në kushte anonimiteti për të diskutuar negociata delikate, thanë se propozimi përfshinte një garanci se Irani nuk do të sulmohej përsëri, një fund të sulmeve izraelite kundër Hezbollahut në Liban dhe heqjen e të gjitha sanksioneve. Në këmbim, Irani do të ishte blokadën e tij de facto të rrugës kryesore të transportit detar përmes ngushticës së Hormuzit. Irani gjithashtu do të vendosë një tarif prej afërsisht $2 milion për anije që do të ndante me Omanin, i cili ndodhet matan ngushticës. Irani do të përdorte pjesën e tij të ardhurave për të rindërtuar infrastrukturën e shkatëruar nga sulmet amerikane dhe izraelite, në vend që të kërkonte kompensim të drejtë për drejtë sipas planit. Në një reflektim të mënyrës se si Irani e sheh propozimin e vet në procesin e negociatave, media shtetërore e tij tha se vendi kishte demonstruar epërsinë e tij në luftë. Udhëheqësit iranian thuhet se ndihen të inkurajuar pasi mbyllën shumicën e transportit detar në ngushticën e Hormuzit dhe rrëzuan me sukses një avion luftarak amerikan F-15, edhe pse Shtetet e Bashkuara shpëtuan të 2 pilotët e rrëzuar.